ti do të kuptosh njerëzit në këtë vend votojnë për dashur. Se ju pyetët biologjikisht dhe si shfaqesh. Një studim dhe unë përfaqësoj persona transgjinor në Shqipëri dhe kam kryer një studim. Dhe më rezulton që qoftë në shkollë, qoftë në çështjet e sigurisë, një person i transgjinor nuk i jepet shtëpia. Unë dola në fiks fare sepse nuk më regjistroni në shkollë për juridik. Pse? Se unë preferoj të vishem kështu. Kuj do t'i marrë leje unë se si do vishem? Ti si mësuse, nëse unë ti si pedagoge, nëse unë ty... Nuk ju regjistroni me emrin që dëshironi të paraqitet. Po nuk e kërkova këtë. Më tha nuk ka kvota fare. Dakor, jo jam me ju në këtë pjesë. Dhe ky ligj këtë gjë bën pra, që ne të mos ngrim stigmatizime se si vishen burra se si vishen gra. Ky ligj nuk e krijon një gjë të re. Duhet punë më e madhe. Ligjin që ishte, ju prap ju mbron shteti. Ke një ligj kundër diskriminimit që thotë jo, po sepse duhet që Këtu është tjelluar, është tjelluar, sepse këtu i thot punëmarrësi. Këtu i thot punëmarrësi që ti nuk e të drejta gjykosh një individ nga mënyra se si sillet dhe se si ka të vishet. drejtë të paraqitet si të dojë. Bravo, këtë e thot ligji Dhe këtu. në varësi të njerëzit me cilët ndërveprojnë, njerëzit kanë të drejtë të ta pranojnë apo jo. Unë që të shkoj te mjeku, ndërkohë që kanë bërë transformim, kanë kryer operacionet fundore, mjeku do thotë ky që kanë përballë në mënyrë më pak të favorshme për shkak të shfaqjes gjinore, thotë është diskriminim, që do të thotë ti do penalizohesh personi. Fala, ta marrim fjalën pa ndërprerje. Ju jeni duke folur, duke debatuar dhe ekrani Nuk do penalizohem unë se një trajtim më pak i favorshëm do të thotë unë nuk e njoh, unë kam të drejtë